Disa vende kanë traditë që njerëzit e vdekur t'i djegin jo t'i varrosin. Po mirë, këta që t'digjin, e përjetojnë natën e varrit, absolutisht që po. O vëllezër dhe motra, është quajtur nata e varrit, ose jeta e varrit, ose bota e varrit, se në përgjithësi shumica e njerëzve varrosen. Pra feja ka funksionu për normalitetin. Djegja e njeriut nuk është normale, po megjithatë kjo nuk do të thotë se nuk ekziston bota e varrit dhe jeta e varrit. Argumenti, personi i cili tha fëmijëve të vet, duke dhënë shpirt, i mlodhi çuna dhe ju tha, "Çfarë baba kam qenë për ju?" Thanë ata, "Baba më i mirë." Atëherë apo ju lej një amanet. Sa të vdes ma diqni trupin, gjysmën e pluhurit të hirit ma hidhni në det dhe gjysmën ma hidhni në erë. Keni parasysh, a dini që sa e bon fëmijët, këtë gjë Zoti e ringjallin. I tha robi im, pse e bon në këtë punë? Pra ekziston dhe funksionon jeta e varrit. Po ato që hanë peshku për shembull, ose tretet komplet. S'ka lidhje, jeta e varrit është jetë e cila ka prioritet dhe përparësi shpirtin dhe jo trupin. Pra funksionon edhe po mos të ekzistoj trupi fare.